Përshëndetje, kam një surprizë të bukur për ty për muajin dhjetor. 3 letra që kanë dalë për ty për të zgjedhur. Mund të zgjedhësh vetëm një dhe të marrësh mesazh nga engjëlli i yt mbrojtës. Atëherë, vere dorën në zemër, merr frymfell, mbylli syt, lidhë me zemrën dhe nxirre frymën. Bëhe 3 herë këtë ushtrim dhe zgjedh. Këtë zgjedhësh, thuaj zemrës tënde, kush është i përshtatshëm për ty? Njëshi, dyshi apo treshi? Dhe më ndiq për përgjigjet. Më shkruaj dhe komento kë numër zgjodhe ti. Gjithashtu, do të jem mirënjohëse që këtë video dhe video të tjera ta shpërndash në rrjetet sociale për të ndihmuar dhe njerëz të tjerë. Dhe gjithashtu, më ndiq në TikTok, në YouTube dhe shkruaj çfarë do të pëlqente si temë të bëjmë së bashku. Më ndiq çfarë këshille dhe surprize është për muajin dhjetor për ty. Për ty që zgjodhe njëshin, për ty që zgjodhe dyshin dhe ti që zgjodhe treshin. Kemi të drejtë të zgjedhim vetëm një. Për ty që zgjodhe numrin 1. Engjëlli jot mbrojtës të jep një mesazh dhe të thotë që ti do jesh dhe është mirë në këtë muaj dhjetor të dalësh akoma dhe 5 minutat në natyrë. Kjo do të thotë që ti do lidhesh më shumë me natyrën, do gjesh veten tënde dhe do jesh më i qetë. Në të njëjtën kohë, engjëlli mbrojtës jot thotë unë jam me ty në çdo hap që do bësh dhe do të ndihmoj të marrësh vendim në qoftë se e ke patur dëshirë të largohesh nga jeta e qytetit në qoftë se jeton në qytet dhe të largohesh të shkosh në një vend në natyrë, sepse atje do lidhesh me veten tënde dhe me misionin e shpirtit tënd. Jam këtu të thotë që të dalësh në natyrë dhe të dëgjosh çfarë mesazhe kam unë për ty. Provoje dhe të shikosh dhe më shkruaj në qoftë se ti ke marrë vendim ose pranon ose dëshiron, ke dëshiruar gjithmonë të bësh një punë ose të largohesh nga qyteti, nga zhurmat e mëdhaja dhe të merresh me kafshë ose me një punë që të përmbush në natyrë, ose më shkruaj në qoftë se del në natyrë gjen qetësinë shpirtërore. Mesazhi për ty që zgjodhe numrin 2 është që engjëllit mbrojtës janë aty për të ndihmuar që të gjesh personin tënd ideal, romantik që ke pritur prej kohësh. Dhe në të njëjtën kohë, në qoftë se ti e ke dhe kërkon që të kesh një marrëdhënie të bukur dhe me dashuri, të jesh e lumtur me personin tënd. Engjëlli mbrojtës të thotë që unë jam këtu të të tregoj rrugën që të shkosh dhe çfarë duhet të bësh që të gjesh personin e dur ose as të person që e ke të jesh në një marrëdhënie romantike dhe të bukur si ke ndërruar ti. Kërkoje engjëllin mbrojtës në muajin dhjetor dhe thuaj të drejtojë për atë që ti dëshiron kaq shumë dhe të shikosh që jeta jote do ndryshojë. Në qoftë se nuk ke akoma një partner dhe po e kërkon, dil në natyrë, shko bëj palestër, dil në takime, mos thuaj jo në takime dhe në biseda me njerëz të rinj, sepse aty ke për ta gjetur njeriun e duhur. Më shkruaj, ti që zgjodhe numrin 2, vërtet është kjo dëshira jote? Dhe nëse ke nevojë për ndihmë, për gjëra të tjera, jam këtu për të ndihmuar së bashku
të gjejmë atë që ti kërkon. Të falenderoj. Muaj të mbar. Dhe tani për ty që zgjodhe kartën numër 3. Engjëlli yt mbrojtës të jep një mesazh që ti ke nevojë për balans në jetën tënde. Punon shumë dhe ke harruar veten dhe nuk po luan, nuk po fle i qetë. Ndaj, engjëlli mbrojtës thot jam këtu për muajin dhjetor me ndihmën time dhe jam këtu të më japësh peshat e mëdhaja që ke marrë nga të tjerët, nga puna dhe ke harruar veten, të kërkosh ndihmë dhe t'i mbaj unë për ty dhe të kërkon që ti të kesh më tepër kohë, të dalësh në natyrë, të rithmizish, të bësh çdo gjë për të patur kohë dhe për gjumë, dhe të luash, dhe të kërcesh, dhe të dalësh në natyrë dhe të punosh. Dhe të thotë që është më mirë më parë të vallëzosh dhe sikur 5 minuta të dalësh në natyrë dhe 10 minuta dhe pastaj të shikosh të bësh punën që ke marrë përsipër. Dhe më kryesorja të thotë të gjitha detyrimet lejoj dhe më thërrit të marrë dhe unë peshën tënde. Jam këtu të ndihmoj, të balansosh gjithë shka në jetën tënde. Të uroj dhe ty muaj të mbar dhe më shkruaj dhe komento, vërtet është kështu si doli karta. Të falenderoj. Shpërndaj këtë video në njerëz të tjerë dhe më ndiq për video të tjera këtu në TikTok dhe në YouTube. Ju dua shumë.